Përndryshe si vjet, kemi vendos që temë kryesore, sepse çdo vit në ditën e lirisë së medias, AGK-ja e ka një temë të cilën don me e theksu pak më shumë se sa tjerat. E si vjet e kemi vendosur me diskutu për shëndetin mendor të gazetarëve. Është një çështje me të cilën nuk merret pothuajse kurkosh, e marrin shumë të mirëqenë, në anën tjetër gazetaria renditet në mesin e profesioneve që konsiderohet ndër më stresuesit, është vetë ambienti që të krijon stres, ideja që ti nuk e mbyll zyrën, kushtimisht po them, edhe me mbyll punën tënde, me lan punën tënde tetorshe mas, e më u marr me gjëra të tjera, po shkon shpe, vazhdon me marr problemet e punës, vazhdon me u informu, vazhdon me diskutu për çështje pune, vazhdon me u taku me burimet e tua, edhe prandaj, domethënë përveç vështirësive që i ka, edhe përveç ekspozimit ndaj situatave prej më të ndryshmeve, krejt kjo e bën, mendoj që i zhdasht me pas një kujdes të veçantë çështja e shëndetit mendor të gazetarëve.